Mendoj që situata është vërtet goxha e tensionuar, jo detyrimisht në le të themi përplasjen më të fundit apo mënyrën se si po e zhvillojnë konfliktin e kahershëm të tyre këto dy shtete, pra Iranin me Izraelin, po është e tensionuar për sa i përket ekuilibrave globale të forcave, të fuqive të mëdha edhe të le të themi strukturave shtetërore apo ndërkombëtare të natyrave të ndryshme që i mbështesin këto forca, këto fuqi të mëdha. Për këtu kam parasysh grupe interesi të industrialistëve të fuqishëm, të pasanikëve të fuqishëm, të tregtarëve të fuqishëm, të grupeve fetare etj etj. Mendoj që bota është në një lloj ngërçi, në një lloj gufimi të energjive të cilën zakonisht ka rezultuar me shfryrje të këtyre energjive nëpërmjet luftrave. Duhet të kujtojmë opinionit publik që në momentin që filloi lufta frontale Rusi-Ukrainë, ose më mirë më thënë sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës, pati lider botëror të cilët thanë që nuk ka përqen me asgjë siç ka qenë. Ato aldonin pra se flisnin edhe për ndryshime kufish, edhe për ndryshime ekuilibrash, edhe për pse jo ndryshim të rendit botëror. Më përmendim këtu Erdoganin, Macronin, apo figura të tjera të rëndësishme që drejtojnë shtete të rëndësishme. Pra nuk mund të themi që ky është një konflikt 12 ditor, as nuk mund të themi që është diçka që manifeston thjesht një situatë midis dy shteteve, të Izraelit dhe të Iranit. Mendoj që tensionimi është një tensionim global. E kam thënë ka herët që vitet 2024-25 unë prisja që të kishim përplasje të mëdha, duke rrezikuar edhe luftën botërore, pse jo. Sigurisht nuk mund t'ia atribuoj se s'bën vetes time, po edhe figura të rëndësishme ndërkombëtare, sikundër është Papa i katolikëve, e ka shprehur këtë situatë që bota është në luftën e tretë botërore, por është de facto që nuk e kanë shpallur de jure. Konflikti më i fundit është një teknikalitet i dhimbshëm edhe i fortë midis